Ledio Alili është me mua në studio. Ledio, mirë se erdhe. Ndërkohë në lidhje të drejt për drejt kemi kolegun nga telegrafi.com, Shkumbin Pireva. Shkumbin, përshëndetje. Përshëndetje për ju, Esmeralda dhe Ledio në studio. Edhe pse vëmendja sot në fakt është e gjitha tek Champions, unë do ta nis pak me Cityn, pasi edhe atje duket se gara po shkon në mënyrë dramatike deri në fund. City la një moment të artë mbrëmjen e djeshme, me një pjesë të parë që u dominua nga City dhe më pas me Evertonin që përmbysi gjithçka. Shiko, Esmeralda, ishte hap falës do ta quash ti, ndërsa unë do të thoja që City dje mori një pikë. Pra, fitoi një pikë në atë ndeshje, sepse mund dilte me 0. Pasi jemi mësuar që kampionati anglez i futbollit na dhuroi surprize të tilla që janë të këndshme, edhe kur skuadrat nuk kanë objektiva dhe nuk luajnë thuajse për asgjë, sërish sillen fush si ekipe profesioniste dhe nuk ka tolerime të ngjashme siç ndodhin në kampionate të tjera, kryesisht në kampionatin tonë të futbollit. Dje Manchester City ndoshta për të gjithë mendohej që mund të bënte një fitore të lehtë pas asaj pjese të parë, edhe ti qëndronte pas Arsenalit për ta presionuar në këtë luftën për titull, edhe pse jo, të mendonte që ndoshta në një hap falës të Arsenalit për të kaluar në vendin e parë dhe për të siguruar sërish kampionatin. Por me sa duket, siç thamë edhe dje, Arsenali me prillin i ka kaluar këto të këqijat. Inshallah si ka bërë shumë dëm dielli i prillit Cityt, ose i majit tani. Po tani, atë që përfitojnë prill, ndoshta mund ta lë gjatë majit City, edhe sa ndeshje kanë mbetur Ledio? Për shaka, besoj duhet të kenë mbetur edhe 4 javë. Edhe 4 javë, kështu që City besoj duhet të ketë 5 javë për arsye se ka një ndeshje mangut, por diferenca prej 5 pikësh tani jep komoditetin Arsenalit që të marrë fitore në çdo javë dhe të shpallet kampion pa pasur le të themi pa pasur syt në një tjetër stadium për të parë se si do të përfundojë City. Ishte, le të themi, një hap i gabuar i djemve të Guardiolës, por këto oscilacione ekipi i ka gjithmonë, nuk mund të ketë domethënë gjithmonë një trajektore. Pra City ka bërë një fazë të dytë, le të themi, në perfekcion, duke fituar thuajse çdo ndeshje edhe me rivalët direkt, ndërsa në disa ndeshje, sidomos fusha e Evertonit shquhet si një fushë e fortë, edhe e vështirë, kështu që dihej që do ta kishte paksa të vështirë City për ta menaxhuar. Një gabim i mbrojtësit që i kushtoi goxha para në janar Cityt bëri që Evertonit barazonte dhe kur barazoi më pas iniciativa i kaloi lojtarëve të Evertonit, të cilët besuan se mund ta kthenin rezultatin dhe kështu ndodhi. Pastaj dihet cilësitë e Cityt bëjnë që skuadrat e tjera të mlidhen pas, edhe në ato pak minuta që kishin mbetur në fushën e lojës, City arriti të barazonte. Ndoshta nëse do kishte pak më shumë, mund bënte edhe atë rikthimin e madh, por e kishte në dorë vetë, kështu që e humbi shansin. Është një pikë qetësie shumë e rëndësishme për Arsenalin në prag të ndeshjes së Championship. Jashtëzakonisht. Shkumbin, City. Po, për nga ona e rezultatit pajtu me Ledion, pasi që ishte rezultat deri diku i merituar. Edhe Evertoni krijoi shumë ndeshje të mira dhe volum loje, sidomos në pjesën e dytë. Ndërsa nga ona e kampionatit një hap falës për City, pasi që me këtë barazim po besoj që Arsenali vetë është lehtësuar dhe deri në fund nuk besoj se do të gaboj më. Dhe ky sezon do të kurorëzohet me titullin kampion pas më shumë se 20 vitesh. Ajo që më la përshtypje është ndeshja, domethënë garuse që u zhvillu dhe e pom që në ato lloj nivele nuk lejohen tolerime ose përditje të rezultateve siç jemi mësuar të shohim në kampionatet tona ose në përgjithësi në kampionatet në Ballkan. E vërtetë, e tha Ledio dhe ditën e djeshme, në Angli nuk ka rëndësi me kë luan, ndoshta edhe me një ekip që është duke rënë nga kategoria, ai do t'japi maksimumin dhe do të vënë në vështirësi sa. Kështu do t'jetë, pasi që se cili ekip do ta merr atë që e meriton dhe jo të vendosët jashtë fushë diçka e tillë.
Mirë, edhe pse është mbyllur për fituesin në Itali, duket se gara mbetet edhe atje dramatike për zonën Champions, për 3 ekipe që do të ndjekin Interin në Champions. Roma përfiton nga gabimet e Juventusit dhe të Milanit, afrohet të ndjeshëm, gjithçka duket se është e hapur tani për 4-shën e parë. Për 3 se një ka mbaru. Problemi i Italisë është aq i madh sa që domethënë skuadrat garojnë për Champions, për të marrë ndonjë euro që mund ta shpenzojnë Mercato. Në këtë pikë ka arritur kampionati italian futbollit, saqë mos pjesëmarrja në Champions e një prej skuadrave, le të themi Milan, Juve, Napoli, po qoftë edhe Roma në këtë kadërshe, do konsiderohej dështim për sezonin, sepse vitin tjetër automatikisht i gjithë sezoni do varej nga pjesëmarrja në këtë kompeticion. Pra, janë 4 skuadra për 3 vende. Napoli duket më i avantazhuar për shkak të pikavarazhit edhe diferencës 3 pikë që ka kundër Milanit që është vendi i tretë, ndërkohë Milan, Juventus edhe Roma futen në një grup, do të thoja unë, në këto 4 javë të fundit kampionat ku le të themi secila do të luajë shanset e veta për të marrë pjesë vitin tjetër në Champions. Tani me fitoren e djeshme të Romës, 2 skuadrat cilat vihen, le të themi, në presion janë Juventusi edhe Milanit, cilat këtë fundjavë që kaloi na dhuruan në spektaklin më negativ të mundshëm. Juventusi barezoi kundër një skuadre e cila matematikisht, zyrtarisht ka rënë nga kategoria, ndërsa Milani humbi kundër një skuadre e cila nuk luan për asnjë lloj, domethënë nuk ka asnjë objektiv në këtë kompeticion, përveç se të mund Milanin e ka objektiv të përvitshëm. Pra Sassuolo është skuadra e cila i vjen haku gjithmonë skuadrës milaneze. Edhe sa kanë mbetur në Itali? Sa javë? Kanë mbetur edhe 3 javë mos gaboj, kështu që në këto 3 javë kam përshtypjen që gara do jetë goxha e fortë. Milani me Juventusin sërish kanë në dorë kualifikimin e tyre për shkak se janë Juventusi 1 pikë përpara Romës, Milani 3 pikë përpara, pra nëse do gabojnë atëherë i bie që e meriton Roma për të qenë pjesë e Championsit vitin tjetër, ndërsa nëse do arrin të fitojnë, edhe pse Milani ka për shembull një ndeshje të fortë kundër Atalantës, që i bie këtë javë, kam përshtypjen që këtë javë do vendoset edhe ecuria drejt Championsit, se kush do jenë skuadrat me probabilitet më të lartë për të marrë pjesë vitin tjetër. Italisi duhet një riformatim, le të themi, përsa i përket paktën skuadrave elitare, të cilat duhet të riforcohen edhe të krijojnë pak më shumë identitet, siç kanë pas të paktën 2 dekada më përpara, edhe në qoftë se nuk luftonin për Champions, ishin aty për të luftuar për Kupën UEFA. Pra kanë pasur, le të themi, një lloj stabiliteti në këtë garën europiane të këtyre kompeticioneve madhore. Tani e kanë humbur plotësisht. Më duhet një koment i shkurtër për ndeshjen e sotme Arsenal Atletico Shkumbin. Më falë, po ta probleme... Ska gjë, Arsenal Atletico. Po besoj që janë brenda parashikime, javën e kalume e potencume që Arsenali do të synoj një barazim që do të ishte si fitore në Spanjë, ndërsa në këndeshjen si vendas po besoj që një fitore minimale ndoshta, pasi që përsëri do të luhet fort dhe pa shumë raste, kështu që është avantazhuar Arsenalin dhe finalistin e parë të këtij edicionit në Ligën e Kampionëve. Dhe me plot merit po besoj që do të jetë një finalist, pasi ka treguar vazhdimsi në këtë edicion të Ligës së Kampionëve, duke përfunduar fazën e ligës me 8 fitore dhe ende është pa humbje në këtë garë. Kështu që nuk besoj që edhe lehtësimi që e murë djen nga barazimi Cityt, besoj që do ta bëjt vetën dhe lojtarët përkundër presionit, normalisht që do ta kenë, do dinë ta menaxhojnë dhe do ta marrin atë fitoren, qoftë edhe minimale për ta dhënë një vend në finalen e madhe dhe të rikthehen aty pas 20 vitesh. E kuptoj. Ledion, një koment të shkurtër. Po e shoh Arsenalin më të avantazhuar, edhe për vetë faktin siç e tham që është tani më i qetë edhe përsa i përket këtij presionit që ushtron dhe City në kampionat, edhe mendoj që do jenë të fokusuar sot plotësisht te gjysmëfinalja.
absolutisht që është një ndeshje e fortë, edhe Atletico luan shanset e veta, jo më kot është në këtë fazë. Duhet parë, Esmeralda duhet kam përshtypjen që do jetë një ndeshje luajtur le të themi në ato milimetrat e fundit, sepse çdo trajner nuk do të gaboj. Vjen në këtë gjysmëfinale duke mos e përllogaritur fare le të themi gjysmëfinalen e parë, sepse rezultati është i tillë 1-1, golat nuk kanë diferencë brenda apo jashtë fushë. Kështu që le të themi është vetëm kjo ndeshje për ta sot. Atletico luan ndeshjen e sezonit sepse ka hequr dorë nga çdo gjë tjetër, edhe finalen e kupës që kishte e humbi. Kështu që o fiton sot edhe le të themi do të synoj më pas finale, do të synoj më pas të fitoj në trofeun, pra në finale. Ose sot le të themi në një lloj forme në thonjza mbyllet një epokë e Simeones. Probabiliteti më i mundshëm? Mendoj që fiton Arsenali. Faleminderit, Edio. Shkëmbim, faleminderit shumë, sepse